Administrata Trump po kërkon të arrijë marrëveshje me disa vende të tjera për të marrë emigrantët e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët e emigracionit po kërkojnë më shumë destinacione ku mund të dërgojnë emigrantë që SBA dëshiron të deportojë pasi vendet e origjinës janë të ngadalta për të pranuar njerëzit e tyre ose refuzojnë. Modeli i tyre i dëshiruar bazohet në një marrëveshje të njëhershme që administrata arriti me Panama në shkurt, sipas së cilës ata dërguan një avion me mbi 100 emigrantë kryesisht nga lindja e mesme në kombin e Amerikës Qendrore. Panamaja më pas i ndaloi emigrantët dhe punoi për t'i dërguar në vendet e tyre të origjinës. Zyrtarët janë në biseda me vende në Afrikë, Azi dhe Europën lindore, por nuk po kërkojnë domosdoshmërisht të nënshkruajnë marrëveshje formale. Ajo që do të ndodhë me emigrantët e dëbuar do të varet nga vendi specifik pritës. SBA do të vendosë nëse do të lejohet të kërkojë personi azil apo do të deportohet në vendin e tij. Ndër vendet që SBA ka kërkuar të ngrej kampe për të dërguar emigrantët e dëbuar janë Libia, Ruanda, Benini, Eswatini, Moldavia, Mongolia dhe Kosova. SBA shpresojnë që këto vende të bien dakord me kërkesat e administratës, ndoshta në këmbim të marrëveshjeve financiare ose përfitimit politik për të ndihmuar presidentin Trump të përmbush një nga prioritetet e tij kryesore të brendshme. Administrata po kërkon që disa vende të Amerikës Latine të nënshkruajnë marrëveshje afatgjata duke i caktuar ato si vende të sigurta për emigrantët që të kërkojnë azil në vend të SBA-s. Zyrtarët janë afër finalizimit të një marrëveshje të tillë me Hondurasin dhe janë në negociata me Kostarikën. Asnjë nga ambasadat e këtyre vendeve nuk i ktheu menjëherë kërkesat për koment. Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Sigurisë Kombëtare nuk ju përgjigjon kërkesave për koment. Negociatat po ndodhin pasi Trump, i cili bëri fushat për nisjen e operacionit më të madh të dëbimit në historinë e SBA-s, ka qenë i frustruar me shpejtësinë e largimit të emigrantëve nga SBA. Përpjekjet e tij janë përballur me sfida ligjore dhe disa vende, duke përfshirë Venezuelën, kanë rezistuar ose kanë ecur ngadalë duke pranuar fluturimet e dëbimit. Stephen Miller, zëvendëshefi i shtabit për politikën e Shtëpisë së Bardhë, po drejton përpjekjet për të gjetur më shumë vende të gatshme që të pranojnë qytetarë të huaj nga SBA. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë që ai drejton nuk ka kërkuar zyrtarëve të Departamentit Amerikan të Shtetit ndër të tjera të vazhdojnë negociatat në mënyrë që SBA të ketë më shumë vende për të dërguar emigrantë që kanë hyrë ilegalisht në Amerikë. Zyrtarët amerikanë thënë se ka presion nga lidershipi i lartë për të deportuar më shumë emigrantë në Amerikë ilegalisht. Shumë nga vendet në shqyrtim për marrëveshjet e dëbimit janë vende ku qeveria amerikane ka ngritur shqetësime serioze për abuzimet e të drejtave të njerëzit, duke përfshirë keqtrajtimin e të burgosurve dhe emigrantëve si Libia apo Ruanda. Në mes të marsit, Trump përdori fuqitë e kohës luftës për të dëbuar mbi 130 anëtarë të dyshuar të bandës venezueliane nga SBA në El Salvador. Akti rralli përdorur për armiqtë e huaj të shekullit të 18 lejon presidentin të dëbojë shtetas të huaj që konsiderohen armiqësor gjatë një kohe lufte. Kriminalët e dyshuar të dëbuar sipas ligjit janë ndër të dëbuarit amerikanë që janë mbyllur në një burg të sigurisë maksimale në El Salvador, të quajtur Qendra e Mbajtjes së Terrorizmit dhe të njohur si KECOT. Gjatë vitit fundit të presidencës së tij të parë, Trump kërkoi shkurtimisht të arrinte marrëveshje me disa vende të Amerikës Qendrore për të dëbuar në kombe të tjera. SBA deportoi rreth 1000 emigrantë nga Hondurasi dhe El Salvador për të kërkuar azil në Guatemala në fillim të vitit 2020, por pandemia COVID-19 e rrëzoi shpejt atë marrëveshje që atëherë ish zyrtarët nga mandati i parë i Trumpit që punonin në institutet konservatore filluan të zhvillojnë lista të vendeve të mundshme për marrëveshje të tilla. Disa nga ndihmësit e Trumpit u frymëzuan nga marrëveshja e vitit 2022 që Britania e Madhe arriti me Ruandën, duke i paguar vendit të Afrikës Lindore $155 milion për të pranuar emigrantë, kryesisht nga lindja e mesme, të cilët kishin arritur në Britaninë e Madhe për të kërkuar azil. Plani u përball me një shqyrtim intensiv ligjor dhe politik. Vetëm 4 persona u zhvendosën dhe u hoq vitin e kaluar.